Sot në mënyrë zyrtare u bë hapja bioprodukteve në South Park Prizren, e ku ishte i pranishëm edhe doktor Ylli Mirja nga Tirana, i cili ka ofruar konsulta falas për të gjithë pranishmit. Tek bioprodukte Mirja do të gjeni një gamë të gjerë produktesh bio, si vajra, qajra, kremëra dhe shumë produktet e tjera natyrale. Kasha mirësi dhe harmoni, kurse njerëzit nga ky dyqan shpresojmë që të marrin vetëm lajme të mira, bim të shëndetshme, bim që rigjenerojnë organizmin, që rikthejnë shëndetin, rikthejnë harmoninë në trupin e tyre. Dhe mandej ne, mbas gjithë këtij shërbimi, le të marrim buzëqeshjet e tyre, qoftë edhe pse mund të jemi në distancë. Qoftë kjo një shtëpizë e ngrohtë e çajrave dhe bimëve mjekësore Merja në Prizren. Falenderojmë dhe Taulandin për bashkëpunimin ton, në këtë misionin ton për shtimin e jetëgjatësisë dhe shëndetit të njerëzve. Faleminderit Tauland për gjithë punën që keni bërë në këtë bashkëpunim. Edhe doktor Ylli Mirjes për mbështetjen e vazhdueshme. Doktor Mirja ka folur se është kënaqësi që të jem në Prizren dhe ka folur për hapjen e këtij lokali këtu në Prizren, të cilën e kemi pikën e tretë. Po ashtu për këtë pikë ka folur edhe Diara Beqa, mos harroni, Biomirja tani më afër jush në South Park. Sot bëm edhe hapjen e lokalit apo dyqanit ton të 10 në Republikën e Kosovës, i cili sot është në South Park në Prizren, i cili lokali ka të gjitha produktet apo bioproduktet e doktor Ylli Mirjes, si duke përfshi qajra, vajra, krema, shampuna bio. Në kuadër të dyqanit të doktor Ylli Mirjes, ne mirëme edhe me pjesën e konsultave për pacientët tonë të cilët kanë probleme ndryshme shëndetësore. Të gjitha konsultat janë falas dhe të gjitha përgjigjet i marrim përmes doktorit dhe i aplikojmë te klientët tanë.